Kandidati për deputet në listën e hapur të Aleancës për Shqipërinë Madhështore, nga radhët e Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut në Vlorë, Petro Gjikuria, zhvilloi një takim me ata pak banor të mbetur në fshatin Ivic të Bashkisë së Imarës, me në fokus të fushatës së tij elektorale. Takimet der më der, Gjikuria ka takuar në Ivic banorët e zonës në çdo biznes dhe shtëpi për të prekur nga afër hallet e jetës së tyre të përditshme. Duke biseduar me banorët e zonës mbi fshatin sot, Nivicën, e cila po vuan pasojat e emigrimit masiv, ku në këtë fshat kanë mbetur thuajse vetëm mosha e tretë, Gjikuria foli me banorët e zonës në lidhje me një sër problematikash të mbartura ndër vite. Problematika më madhore e banorëve të zonës sigurisht mbetet e drejta e mohuar e pronës, me qindra prona të cilat ju përkasin Niviciotëve, por që janë të jetërsuar me dokumente të falsifikuara, si dhe në shkelje me ligjin. Sot banorët e Nivicës prej shumë vitesh janë në dyert e gjyqeve për kërkimin e të drejtës së pronës së tyre. Duke folur me ta, Petro Gjikuria shpalosi edhe programin që Partia Bashkimi për Drejtat e Njeriut ka, e po ashtu edhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore, me në fokus pronat. Gjikuria garantoi banorët e zonës se nesër do të jetë zëri i tyre që kjo problematikë të zgjidhet, teksa pjesë e planit të tij është edhe hapja e një studio ligjore pikërisht për konfliktet me natyrën e pronësisë në çdo fshat. Prej fillimit të mandatit të tij si deputet, Gjikuria garantoi se një pjesë e konsiderueshme e konflikteve të pronësisë do të jenë zgjidhur e prona do të shkojë tek i Zoti. Pronat dhe të drejtat e përfitimit të tyre kanë qenë kërkesa primare e banorëve të zonës.